Përshëndetje, ja ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 6 deri më datën 12 tetor. Një javë ku mjaft riskojmë, shumë fitojmë. Nëse duan të bëjmë diçka, jemi të përgatitur për të nisur një udhëtim të ri. Jo vetëm kaq, por kemi mundësitë sepse kjo javë ofron shumë gjëra dhe mundësi dhe kohë, sepse kemi dhe një hënë të plot ditën e martë ku na ndihmon për të bërë ndryshimet e duhura në fushën e punës, të karrierës dhe jo vetëm. Është një moment i artë, miq, kjo javë që duhet neve të nisim ose ato që neve kemi menduar ta shpalosim, të fitojmë në ato që neve kemi. Ka dhe diçka tjetër për sa i përket arsyeve dhe momenteve që ne kemi mund të ndryshojmë dhe gjëra të tjera që do të diktojnë gjatë rrugtimit ton, gjatë asaj çka neve duam të bëjmë. Gjithashtu ka diçka shumë të rëndësishme për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka neve jemi, kemi dhe duam. Stabilizimi dhe çështjet konkrete ku lidhen me punën, lidhen dhe me ndryshimet që kanë të bëjnë në lidhje me karrierën. Favorizimet aktuale dhe momentet e duhura, ku neve marrim zgjidhje një herë mirë në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Sepse kur nisim diçka, e kemi menduar. Vlen shumë kjo javë për juve që jeni në fillim të një pune. Keni aplikuar, s'keni marrë përgjigje. Kjo javë ju ofron diçka të tillë. Është javë me të mirat dhe të drejtat. Disa do trokasin. Do trokasin sepse është bërë një gabim diku dhe duhet të trokasin. Nuk është paralajmërim, ose sepse do dalim sipërfaqe gjëra që do të flasim edhe më tej, por mirë është që të shikojmë se çfarë neve duam të mbyllim një herë mirë dhe të flem me dyert e ditare hapur, apo shtotani si të dhe me dyert e ditare, po, është tjetër kuptim. Sepse është koha e duhur për të stabilizuar jetën familjare, të palidhurit mundësitë që ju jepen, koha kur ndodh dhe çfarë ne duhet të bëjmë. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave. Çfarë na sjell dhe ku ne duhet bëjmë kujdes dhe ku duhet të firmosim urgjent. Kemi datën 6, data 6 tetor, si ditë ku një pozicion shumë dinamik për ndikimin dhe planet tona të informacionit, komunikimin, tregtinë, transaksionet. Edhe pse ujërat e akrepit janë disi të thella dhe të turbulta, por Mërkuri në këtë shenjë tregon mendjen depërtuese që ka fuqinë të perceptojë dhe të vërtetat më të fshehurat. Është ajo që ju thash, duhet të trokisni. Mërkuri është komunikimi. Diku keni firmosur, diku keni folur gabimisht. Njerëz jemi dhe gabojmë, por le ta ndrejhim gabimet që bëjmë. Një vëmendje që duhet të bëni për ju që keni probleme të tilla, keni qenë në një vend kyç dhe frika është sa mos dalin diçka nga disa gabime që janë bërë. Tani dalin do dalin, por kjo nuk do të thotë se u mbyll aty, por i paraprim atij problemi dhe e zgjidhim me personat që neve mundemi dhe kemi. Kjo varet në individ pastaj kur çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Por gjithsesi, ndikimet që kanë të bëjnë janë të mëdha dhe pikërisht paraditja është perfektja. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të mirë ku Mërkuri që formon një katërkëndës me Plutonin, një kënd i dobishëm, nëse duam të bëjmë kërkime të thella mbi temën që neve na intereson puna, apo çështje të tjera, kemi pasur probleme, kemi pasur keqkuptime. Larg mendimeve negative, larg teorive konspirative, që mund të jenë të shumta dhe nëse nuk i shqyrtojmë gjërat me kujdes,
mund të besojmë në diçka ku bazohet në gënjeshtër dhe pa logjik, dhe neve e marrim të mirë qenë. I shikoni vetë, jo sa ta thot Jorgo, deri tek shkoj me këmbë në hënë, deri tek gjëra që rëndomt, po të shikoni, mos i vini veshin gjërave të tilla. Sepse merrni negativitetin, mërziteni shumë, sepse një ndikim që keni, një çështje pune, dhe dëgjoni lajme të tilla konspirative dhe të pa baza, ose gjëra të natyre dhe thoni, mos ndikohem mund sepse e kam vërtet një problem, por çfarë mund bëj? Ti probleme kishe. Nuk u bërse të dëgjove nga teori të ndryshme të kësaj natyre, ose të natyrës magjisë, ose të natyrës zot na ruaj nga budalliqe të tilla, larg këtyre gjërave. Sepse krijuesi ka dhënë letrën me vlerë për të jetuar. A thua ti se krijuesi ynë nuk ka shumë punë atje ku ndodhet dhe ka lënë këta përpoqje që ti drejtojnë. Prandaj keni kujdes. Nuk ka lidhje. Absolutisht. Mos u shqetësoni nga këto gjëra. Mirë është të shikoni ato që ju interesojnë dhe mirupafshim negativitetit. Kemi gjithashtu në çështjet dhe vendime që mund të merrni, do të keni kujdes nga mbasditja të datës pikërisht të kësaj date, ku gjërat janë disi ndryshe nga ç'mendojmë, Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 diçit parë. Mirë është të keni pa kujdes. Kemi gjithashtu datën 7 tetor. Data 7 tetor kemi një hënë plot që formohet në boshtin dash peshore. Kjo është një hënë plot që na bën të ndihemi më të ekuilibruar në marrëdhëniet, partneritetet. Dhe jo vetëm kaq, por çdo gjë që shprehim, çdo gjë që duam të realizojmë, janë të mëdha. Ajo që duket, sidomos ndikohet pozitivisht, shenjës së dashit, gafores, peshores, bricjapit të 10 diçit dytë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Shikojeni dhe mundohuni që gjërat që vijnë, ose çështjet që keni të pazgjidhura, zgjidhini paradite, se është një diçka shumë pozitive, madje ideale. Kemi datën 8 tetor. Afrodita formon një gjashtkëndësh me Jupiterin. Një kënd jashtëzakonisht me fat, që sjell optimizëm dhe kohë ideale. Entuziazmi, sukseset në marrëdhëniet financiare. Shumë e fat janë Demi, Virgjëresha, Bricjapi, Gaforia, Akrepi, Peshqit në fillim të 10 diçit të tretë. Ose ata që kanë diellin ose ascendenten në këto shenja. Është diçka shumë pozitive. Pikërisht mundohuni e gjithë dita bëni takime të gjithë shenjat, sepse jeni afërt njëri tjetrit, mundësit janë, këto janë shenjat më kam probabilitet më tepër për të rregulluar gjërat që duan të bëjnë, dhe prandaj dhe unë i citoj, por gjitha shenjat në këtë ditë, pra të datës 8, mundohuni që t'jeni atje ku juve ju takon, dhe jo të tretët të tjerët të bëjnë ligjin për juve. Se jeni ju që dini çfarë doni dhe jo ata që kërkojnë. Dhe punën ta bëni juve dhe nderin ta marrin ata. Kjo jo, nuk shkon. Kemi datën 11 tetor, ku një ditë ku çdo gjë duhet parë me syrin kritik në gjëra që ka të bëjnë me familjen. Disa çështje që të lëna pasdore, që lidhet me dashurinë e munguar, që lidhet me gjëra të kësaj natyre, po mirë do ishte pikërisht data 11, meqense keni dhe kohën e duhur për sa i përket bisedimeve, se ndikimi i Saturnit, dita e Saturnit që ka të bëjnë shumë të datës 11, ku është edhe koha ku gjërat dominojnë. Kemi një ndikim mjaft në çështjet financave, pasi këndi që bën Afrodita me Saturnin dominojnë shumë. Kjo do të thotë ndikime dhe mundësi që neve mund të nisim nga disa gjëra të rëndësishme.
Mirë është që në këtë ditë, ndash ditë pushimi, ndash ditë pune, ndash nga që tjetë çfarë do që tjetë, nuk është mirë për negociata, çështje financiare, merrem me leku për shembull që ose çështje kredie, të jepet parë në dorë. Mund të bisedohet, po diskutojmë, por mirë sepse nga ndonjëherë po të vini re në kora të ndryshme ose futen në shtëpi të re ose bëni bisedime, firmosni në kohë që nuk janë të përshtatshme, prandaj dhe themi këtë, nuk është çështje magjike, po është çështje mendje dhe periudhe dhe koha. Pse të parë që thoshin këtë mbani mend, nuk i ka ardhur ora, ose ka ardhur ora për të bërë diçka. Në këtë moment duhet pasur kujdes, sidomos në ora 9 deri në orën 14:05. Ky har kohor bëni kujdes, se nuk është mirë. Ju bëni si të e barzëmëstuar, jo kam drejt ju them. Data 11 pra. Të keni kujdes. Shenjat që të jenë të vëmendshëm, do të kenë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshit dhe diçit të parë janë më të ndikuar në këtë drejtim, prandaj mirë është të bëjnë kujdes. Data 12. Data 12 është një ditë ku shumë gjëra do të diktojnë, shumë gjëra do të arrihen në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që mund të merrni për të ardhmen. Sepse dita e diel e datës 12 do t'ju ndihmojnë për të parë se çfarë do të bëni në anën tuaj, në karrierën tuaj, sepse është momenti i duhur, është koha për nisma dhe marrje vendimesh, sepse vjen java tjetër, ku ajo javë tjetër është tjetër gjë, sepse do flasim për atë javë, pse dhe se ku bëhet kujdes. Por gjithsesi, kjo është periudha ose pasqyra e kësaj jave, ku kemi shumë mundësira të mira dhe mund të përfitojmë nga hëna e plot dhe nga ditët që unë sapo thash, keni kujdes ose të nisni diçka që juve ju intereson në lidhje me këto gjëra, por ajo që do të mbani mend është ata që kanë probleme jashtë apo në Shqipëri duhet të jenë të kujdesshëm. Tani, para se të filloj me parashikimin javor të 12 zodiakale dhe ndikimet e tyre, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diaspor dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson, gjithçka juve dëshironi të dini dhe më pas, atëherë kur do e keni darë mendjen që doni të blini paketën tuaj dhe duke bler paketën dhe numrin për katës të blerjes, pra keni bler paketën, jeni gati pastaj për gjërat që doni të flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për juve që doni, në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni se si funksionon dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndryshimeve e kuptimit të punës dhe e rritjes ekonomike, që do thot shenja e dashit. Për të shenjës së dashit, keni mundësinë dhe koha që ndodhin fenomenet, apo momenti që është, duket se tani ka ardhur një moment shumë i mbar në lidhje me ndikime të mëdha që do ndodhin në shenjën tuaj. Marsi në një gjashtkëndësh që juve përfitoni ditën e hënë, ditën e ite dhe ditën e diel. Janë 3 ditë mjaft pozitive dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe janë çështjet e rëndësishme që juve ndikoheni
favorizoheni dhe momentet janë pikërisht tani. Sepse çiltërsia, mundësia, karriera është aja dhe zheja. Nëse do flisnim se çfarë ndikohet, ku mund të ndikohemi më tepër në fusha të ndryshme sepse lidhet edhe me takimet, lidhet me vendimet, është një mundësi që dhe ditë që i parë që do merret këtë javë me disa çështje ekonomike, disa parat pamarra, një deklaratë mund të bëj ose mund të firmoj si dokument, e lëm pas dore, ose gjëra të kësaj natyre, por kjo nuk i pengon të shenjës së dashit që të lënë pas dore çështjet që lidhen me ekonominë ose lidhen me udhëtimet. Mbarësia dhe ndikimet janë për këtë javë. Dhe kjo është e mundur që juve të 30 diqve të shikoni, të hidhni letër gjërat që doni të bëni, të shikoni të çfarë ju duhet, sepse është java shumë pozitive dhe duke parë në aspektin ekonomik dhe të çështjeve të tjera që do të keni, mirë është të shikoni ku keni gabuar për ta ndrequr. Në çështjet shpirtërore, juve të shenjës së dashit, të 10 ditë të dy që ka pasur probleme peshore, ka gjasa mund ta zgjidhni tani, sepse është dhe koha, është dhe momenti i duhur. Nëse do flasim për sa përket dash ujor, shenjë zjarri me shenjë ajri, është mjaft pozitive dhe tepër korekte nga ana juaj, dhe është një pozicion mjaft i mirë në lidhje me çështjet e financave dhe në lidhje me shumë gjëra që ndodhin në anën tuaj, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve shqetësoheni për gjëra që nuk duhet të shqetësoni fare, është koha më e mirë, më e mbar në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizime, në lidhje me ndryshime. Dhe këto janë ndryshimet të një pas njëshme që juve do të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me dashurinë e munguar. Prandaj, të 10 ditë të tretë, mirë do ishte të shikoj çfarë do të bëj me një bashkim familjar, sepse keni pasur një takim, një bisedim do ta thosha unë, por akoma nuk e keni arritur që çfarë mund të bëni, por unë ju them që kjo periudhë është e mirë në përgjithësi të gjërave që doni të bëni, po gjithsesi e keni mundësinë për të vepruar këtë bashkim familjar që do të jetë me luan të 10 ditë të dytë, ku është një periudhë mjaft e mirë, tepër pozitive, edhe pse jeni pak nevrik në këtë drejtim, por mos mu shqetësoni fare, sepse është koha, është momenti më pozitiv i që ndonjëherë në këtë aspekt dhe do t'i arrisni qëllimin. Kjo javë është javë reflektimi, kjo është një javë që do të shikoni gjërat të realizohen, nuk është javë nxitimi, por mundësie dhe kohe. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore se ka për t'ja fleitur. Vijojmë tek një shenjë toke tani, tek një shenjë që kërkon shumë sepse ka bërë të pamundurën, kurse të tjerët hezitojnë sepse nuk e kanë kuptuar çfarë mund të bëjnë kjo shenjë dhe të dalë fitimtar, ashtu siç ka për të marrë. Dhe një gëzim shumë i madh në familje vjen, që do të thotë shenja e demit. Për sa i përket juve të shenjës së demit, keni disa mundësi. Mundësi të arta mund të themi, dhe kjo bën që t'jeni mjaft pozitiv dhe madje tepër, sepse do shikoni dhe vetë ku gjërat do jenë në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve juve ju jep disa mundësi. 10 ditën e parë për shembull, që ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me udhëtime, ka të bëjnë me një çështje ligjore për marrjen e parave, siç e thash në fillim të emisionit. Koha tregon që po, është e mundur
kjo të realizohet. Ndryshimet dhe vendbanimet që kanë bëjnë për juve të dhjetë të dytë të shenjës së demit, keni disa mundësi që të quhen mundësi të arta në komunikim, në vendime, në ndryshime, dhe në kontekstin ekonomik atë që juve prisni, por është një kohë shumë e mirë dhe mbarë. Keni disa çështje të lëna pezull dhe më përpara ishte pamundur të ndodhte dhe jo vetëm se kaq, por keni pasur çështje pozitive në vazhdimsi për sa i përket korrektesës suaj, për sa i përket çështjeve që juve keni dhe lidhjet, ndryshimet, ndikimet, favorizimet, mundësitë të arta që janë, është koha tani për sa i përket punës, për sa i përket çështjeve të ndryshme ekonomiko-financiare. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me një takim favorit që do të keni dhe çështje që do të ndikojnë tani atutje ku është koha juaj, momenti më i artë dhe më pozitivi i qenë ndonjëherë. Por gjithashtu, ka dhe diçka tjetër në anën tuaj të çështjeve të komunikimit, sepse periudhat kur ndodhin fenomenet, edhe pse duken pak të vështira, por jo të pamundura, sepse duket se ka një kuptim veçantë në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa takime, vendime, ndryshime të mëdha financiare, por gjithashtu mos mu shqetësoni fare sepse janë në kohën e dur, gjithçka ndodh, gjithçka arrihet, suksesi dhe garancia juaj në çështjet shpirtërore. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 diqit të parë, me luanët e 10 diqit të tretë që është perfektja, por një kohësisht ka të bëjnë dhe me virgjëresht të 10 diqit të dytë. Kjo virgjëresha 10 diqit të dytë mund keni pasur disa çështje problematike në lidhje me ose jeni ndarë ose keni pasur probleme që të pasgjithshme, por me qenë se keni kohën tani dhe është një moment mjaft i mirë dhe kjo mund të quhet dhe pozitiviteti më i madh që keni në anën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Jorgova thot me 1.000.000%, sepse duket se edhe për balë të gjërave të mëdha që do të keni në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me kuptimin e jetës suaj, janë gjërat mjaft pozitive dhe kjo do të thotë që lidhjet kanë bëjnë me akrep të 10 diqit parë, kanë bëjnë me peshk të 10 diqit të tretë, mundohuni që t'i shikoni gjërat më ndryshe, por jo të mërziteni pse gjërat kanë ecur ndryshe. Ka ecur ndryshe fare, kanë ecur më mirë, me qenë se tani është koha juaj më e mirë e mundshme për ta stabilizuar dhe për t'i arritur qëllimit. Në çështjet që kanë të bëjnë me një udhëtim dashuror, me të dashurin ose me të dashurin, ose keni ndërmend të bëni lëvizje të rëndësishme. Në fakt, juve të shenjës së demit jeni shumë të sinqertë dhe kjo ju bën që ajo lidhje që do bëhet tani, sidomos dita e hënë dhe marta, janë ditë më fantastike dhe më të mirat që juve mund të keni pasur ndonjëherë dhe kjo ju ndihmon jashtëmase në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket shenjës së binjakëve, duket se binjakët kanë disa mundësi. Mundësi për çfarë? Kanë kohën e duhur, kanë momentin për të rrezatuar në fushën e karrierës. Dhe kjo është një moment dhe jo vetëm se juve keni mundësinë për anën e financave, për biznesin, por binjakët zakonisht nuk është se kanë probleme të tipit nuk e realizojnë dot ata që duan. E realizojnë që ç'ke me ta, sepse është koha më e mirë për sa i përket çështjes së punës, për sa i përket atyre që juve në disa raste edhe gjërat ju vonojnë, por juve nuk e lini pas dore momentin. Ku do të thotë
momenti më i mirë dhe më pozitivi që keni të mërkurën, të ejten dhe të dielën. Janë 3 ditë shumë të rëndësishme, janë 3 ditë shumë pozitive dhe kjo do të zgjidhet fal zgjuarsisë suaj, fal maturisë suaj dhe kohës. Përveç kësaj, ka të bëjnë me një çështje në lidhje me punën. Keni një punë që doni ta lini për një arsye apo tjetër, rrjedhi që pare ka këta. Por unë i them që prisni pak. Mase merrni një lajm ose u jepet një detyrë tjetër. Dhe kjo është e mundur të ndodhi. Edhe pse mund keni pasur probleme të pasgjithshme për arsye të punës, për arsye të gjërave të mëdha, por njëkohësisht është edhe periudha që ndodhin këto gjëra. Dhe kjo do të thotë që juve nuk keni pse të mërziteni për një arsye sepse keni lënë brenda këtij muaji ta mbyllni si çështje, por nuk është mbyllur, ose nuk ka ndodhur, nuk është personi i duhur aty për të mbyllur këtë çështje që juve keni lënë pas dore. Po vjen një moment tani, dhe ky është një moment mjaft pozitiv, korrekt nga ana juaj dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Do më kujtoni dhe do shikoni që në lidhje me punën të dhjetëdiqit të dytë dhe dhjetëdiqit të tretë, ku kanë disa mundësi shumë pozitive, mundësi të arta mund të them, në kohën e duhur që do të zgjidhin problemet e tyre. Kto janë probleme rutinë, por mbyllet një cikël 5 vjeçar i vështirë për juve të shenjës së binjakëve. E keni nisur nga aja, keni vazhduar, keni nisur përpara. Shumë pengesa keni pasur gjatë rrugës, por duke filluar nga 2024, keni filluar të merrni frym lirisht. 2024, 2025 që ndodhemi tani, pikërisht muaj tetor, që është koha dhe momenti që juve të fluturoni. Dhe kjo do të thotë stabilizim pune. Kjo do të thotë realizim në kohën më të mirë të mundshme. Dhe është një mundësi e artë në stabilizime. Dhe juve jeni konkret në atë çka doni të bëni, jeni konkret në lidhje me gjëra të rëndësishme, pune, në lidhje me disa gjëra që pak a shumë të 30 ditë që të kanë mundësin, por juve jeni në punë private dhe doni të nisni diçka të re, është koha juaj. Mos u mërzisni për juve që keni të bëni me biznese të rëndësishme të frutikulturës ose të gjërave që merreni me bujqësi, merreni me blegtori ku diun. Jo. Do thoni juve që digjet i njohemi me të thatin. Edhe akundërta është. Por unë e them në këtë mënyrë të kuptoni. I thatë është i thatë. Po digjet dhe i njohemi, po do që pak punë më tepër. Mos u shqetësoni juve, pse? Sepse tani vihet nisen vazhdimsin, kohën, periudhën është pikërisht tani dhe juve do t'i arrisni qëllimin. Çështjet e dashurisë ka të bëjnë shumë në lidhje me virgjëreshe dhe dhjetëdiqit parë, me peshk të dhjetëdiqit të dytë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me ujor. Edhe pse keni pasur mjaft probleme, por janë probleme kalimtare dhe janë probleme që do të arrihet ajo çka juve doni. Megjithatë, është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme që ndonjëherë në fushën tuaj të karrierës, në fushën tuaj të biznesit, dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe shumë e rëndësishme për sa i përket kësaj periudhe, për sa i përket momenteve dhe ndryshimeve të mëdha që vijnë nga ana juaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Prandaj është koha më e mira e mundshme në çdo aspekt që juve jeni të përgatitur në gjërat që doni të bëni, jeni të përgatitur në gjërat që juve keni, dhe kështu që mos mu shqetësoni fare, sepse duket se kjo është një moment, është momenti më i mirë i mundshëm në gjërat që doni të bëni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë e palodhur, tek një shenjë pozitive dhe tek një shenjë që nis rrugtimin
e ri në biznes drejt suksesit dhe panshmërisë së ndikimeve negative, që do të thotë shenja e gafores. Përsa përket juve të shenjës së gaforeve, nëse flasim se çfarë mund të ndodhin ose çfarë ka ndodhur, unë ju them që tani është koha, është momenti më pozitiv, më ideal në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe vendime shumë të rëndësishme në kohën e duhur dhe gjërat do të ndikojnë në favorin tuaj. Keni një moment tani sepse kjo periudhë është periudhë që ka bënë shumë me fatin tuaj dhe ndryshimin që keni. Është një kohë shumë e përshtatshme mbi zhvillimet dhe ndryshimet që keni. Përveç se keni pasur juve që merrni me firma të ndryshme, ose juve që keni një biznes shumë të thjeshtë dhe doni që ky të ecë përpara, po është e mundur. Juve keni mundësinë dhe do t'i zgjidhni gjërat sipas dëshirës tuaj dhe momenteve që keni, sepse është koha që juve ju ndihmon në këtë aspekt dhe ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë pozitive dhe një moment mjaft i mirë në lidhje me gjërat konkrete, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me një ndryshim shumë të madh. Ky është ndryshim ekonomik, prisni për të bërë diçka të madhe dhe kjo është e mundur të ndodhi dhe është një ndikim favorizim mjaft i mirë, lidhet me pozicionin e punës suaj. Do të duhet se disa ose dikush në punë atje mund t'ju bëjë një ngritje rroge, një ngritje detyrë për arsye të punës suaj sepse keni një diçka të madhe tani ju dhe është koha më pozitivja dhe më gjërat më të organizuara dhe më pozitivet që arrin të ndikojnë në jetën tuaj, të ndikojnë në çështjet e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të tjera që do pasojnë. Për juve të kësaj shenjë të 30 diqët keni mundësi, edhe pse disa të 10 diqët të tretë që mund të ketë pasur një çështje ligjore të pazgjidhur, mundohet që të jetë korrekt me punën, por të tjerët nuk janë. Dhe kështu me radhë, por këto do bien me kalimin e kohës gjithçka që do të keni. Ditët më perfekte që juve keni të shenjës së gaforeve që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshimin e gjërave dhe të kohës dhe të momentit që juve keni, në mënyrën që do të keni në çështjet që do të thotë rezervime në fushën e punës, dini çfarë flisni dhe arrini aty ku doni. Kurse në çështjen që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britsjap të 10 diqit të parë, edhe pse keni pasur disa keqkuptime mund ta themi këtë, por këto janë lidhje me gjërat e tjera, sepse mund keni pasur edhe gjërat, ndikime pozitive edhe keni lënë pas dore dhe ndonjëherë mërziteni. Por për juve të shenjës së gafores, mos ardh kur viti 2018 dhe viti 2023, ku keni pasur problemet më të mëdha që keni hasur në jetën tuaj. Por gjithsesi, periudha, koha, momentet, çështjet e tjera që do të pasojnë, do të arrijnë, mundësi që do të keni, e të gjitha këto janë shumë pozitive dhe tani keni kohën dhe momentin e duhur për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni dhe periudhat që do të pasojnë në fushën e biznesit. Dashuria, lidhje me dashurinë gjithashtu, bashkim familjar do të keni me dashët e 10 diqit parë dhe me peshore të 10 diqit të tretë ose dokumentacione ose dokumenta që lidhen me familjen tuaj. Është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me reputacion të shkëlqyer, me një çështje madhore, ligjore që e fiton, e pret, që si mund të themi neve pushim çështje. Si mund të themi që e drejta triumfoi. Sepse juve të kësaj shenje që do të thot luani, do të thot
mirësi, lumturi, begati, po se ja kanë bërë yzmetin. Pra mirësi nuk ka lumë qeka, juve këto 3 gjëra i keni. Dhe jeni me këmbë tokë, nuk fluturoni. Kjo është diçka e madhe që lidhet direkt me punën, lidhet direkt me çështjet që kanë të bëjnë në këtë fushë. Por unë ju them që mirë është gjërat e juaja personale mbani për veten tuaj. Nuk i duhet njeriu të di sepse jeni të gëzuar juve, sepse juve keni para, sepse juve keni gjërat në vijë. Mos harrojmë se vesa e mëngjesit nuk i reziston dot rrezës së diellit. Me firmë, me vul, Jorgo Pulla. Dash kuptojnë dhe pëse kuptojnë. Vëre shpesh që në disa raste ekspozoheni të gjitha shenjat, por Luani i ekspozojnë Luani nuk e dinë se ka diçka tillë. Por keni kujdes. Ekspozimet e tepërta dëmtojnë. Merreni të thjesht. Ekspozimi në verë në diell pa mbrojtje bën mirë apo bën keq? Nëse rrini shumë. Nuk diskutohet që të rrep lëkurën. Kjo pra është problemi. Keni kujdes. Çdo gjë me metro. Se duke pasur parasysh nga tani deri nga fundi javës, fillimi javës tjetër, po marrim me premte mbasdite, flasim kështu, do keni shumë ndikime dhe aktivitete të ndryshme që do lidhet me punën aktuale, do lidhet me disa gjëra të tjera. Keni pasur në 2003 një pasuri, keni pasur debate, ligje, ku diun, gjëra të natyrës mirë, po ata nuk e kanë mundësinë tani që të fshihen më dhe mund thonë diçka puna, po ajo që takon ty pikë. Dhe kjo do të ndodhi tani në këtë javë në vazhdim, sepse nuk ka shanse të jetë ndryshe, ose kuptimi i kësaj gjëje është ajo çka juve keni dhe çka juve pretendoni në fushën tuaj të çështjeve madhore ekonomike, të çështjeve shpirtërore gjithashtu, sepse lidhet me anën shpirtërore, po ka diçka shumë të madhe dhe kjo lidhet me anën e biznesit. Sidomos nëse do themi që me çfarë shenje mund shkonte Luani, po me gafore të vitit dytë. Shkon me ujor. Me ujor që sado që të grindin janë grindit dashurie. Pa njëri tjetrin nuk bëni, po pa njëri tjetrin nuk jetoni. Ligji i jetës. Vazhdimësia dhe korrektësia juaj bën që bashkim familjar nuk e vën dyshim, nuk e diskutoj që është me dash të dhjetit të dytë. Ka diçka shumë të madhe dhe një udhëtim shpirtëror që do ndodhin, keni një njohje dhe keni plan, që me keni bërë planin ju, që do jetë me dash. Disa grinje që keni pasur dash Luan, tani vjen momenti që do t'ju ofroj diçka tillë, jo për t'u lavdruar ose për t'u dukur. Luani as lavdrohet as duket. Luani thot, ky jam, kjo jam, si duash vepro. Pëlqen, mos pëlqen, hidhu nga balkoni. Se nuk e kam problem fare. E ka Luani këta. Nuk të hedh, po hidhu vetë po deshe. Sepse do të thotë që di që është me këmbë tokë dhe di çfarë bën. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë zevzeke për këtë javë. Është që po ta monitorosh këtë shenjë, duken shumë gjëra që përputhen ato çka ata bëjnë dhe përfitojnë shumë. Që do thotë Virgjëresha. Po, Virgjëresha thotë që më jep mundësinë dhe të jap arritjen në biznes, në çdo vend, në çdo jetim. Pse? Sepse gjithmonë Virgjëreshat bëjnë punën si ç'din ata. Virgjëresha çfarë mund të bëj dhe çfarë nuk i pëlqen. Virgjëresha
është tipi, është personi që i thua, i tregon punën, kjo është puna për të bërë, rol drejtues qoftë kjo, punë e thjeshtë qoftë kjo. Dhe lëra atje jepi çesat kur marrin punë mbyll derën dhe ik. Nëse rri mbi kokë, e ka shumë problem. Se do atë gjë që e bën, ka kohën e vet, ka monitorimin e vet, ka mundësinë e vet dhe di shumë gjëra që t'i bëjnë. Dhe më mirë është kur nuk ka njeri dhe e le të punoj vetë se sa të ketë njeri mbi kokë. Këtë e ka vdikje, e ka problem, pik. E ka virgjëresha këtë. Po ta din këta punëdhënësit, këta njerëzit, e din, shumë ditë e din, se janë në rol drejtues virgjëreshat edhe kanë dhe punat e tjera që ata bëjnë, edhe e din sepse bezdisen, se janë shumë të sinqerta dhe janë shumë të ndikuar në atë çka duan të arrijnë që të japi sa më tepër gëzimin dhe atë që pronari, punëdhënësi, intelektuali, ku diun, të ketë kënaqësinë, që thot po kjo është puna dhe kjo është vlera. Pra juve vlerësoheni për të që bëni. Edhe pse ka pyll pa dera nuk ka. Ke dhe gjëra, më kemi një që vetë bën punën dhe nuk merr paran. Por gjithsesi këtu është tjetër gjë dhe tjetër gjë lidhe. 10 ditë që i dytë, edhe pse do bëjë ndryshim pune, nuk i pëlqejnë ndryshimet e shpeshta virgjëreshe, po to janë gjëra që do ndodhin. Ka një indikim shumë mirë tani në këtë periudhë, ku është një periudhë që pak a shumë është dhe si kohë, është dhe si mundësi që mund të rregullohet me punën, sepse do bëjë një ndryshim pune komplet, nuk ka lidhje fare, për shembull është në rol të mjekësisë e do shkojnë elektronik, sepse atje ka atë degën e vet, por ka mbaruar për mjekësi, por në elektronik fokusohet. Por kjo është diçka shumë e mirë dhe është moment më i mirë. Do vi një moment për vigjeshat që do kenë shumë mundësi rritje rroge, rritje detyrë, kjo është në individ, pastaj për ata që kanë bëjnë me, që ka të bëjnë shumë me paran, ka të bëjnë shumë me transaksione, me bankat, nga bankier mund të jetë përgjegjëse banke. Lidhje me gjëra të larta, sepse gjithmonë vigjeshat kanë rolin e punëve të rëndësishme. Dhe kjo dhe janë shumë herë më lartë, më sekrete se sekretet. Nuk nxjerrin fjalë. Kjo është diçka shumë e madhe për ta. Lidhet me dashurinë. E këtu le pak për dëshiruar. Sepse me peshk, edhe pse janë ngrindur, por dhe jenë rrugën e duhur këta. Këtë javë është javë e mirë, sidomos ditë e mërkurë, ditë e premte. Kemi virgjëresh peshk, virgjëresh shqiptar, virgjëresh binjak. Ky është ndikimi, është shumë me shenjat e kryqit, ku japin mundësi dhe zemërgjërsi në çështjet e dashurisë. Nëse juve jeni në diasporë, përgatituni për dokumenta, se është diçka shumë e madhe që do ndodhi për juve, ose nëse e prisni një dokument për të marrë, ose ju është kthyer letrat mbrapsht, kthyer mbrapsht për një arsye. Kjo nëpërmjet personin e ligjit është në gjendje të rregullohet dhe të stabilizohet. Po, është më së mundur të ndodhi dhe kjo ndodh. Dhe është koha më pozitive dhe është koha më ideale e që ndonjëherë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend për gjëra të tilla, sepse është periudha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe konkretizuar gjërat që keni juve. Lidhje, njohje, fejes apo martesë. Kjo varet pastaj në individ kur shkëmbimunaze për shembull, ose një njohja me njerëzit e afërt të familjes, që janë tjera gjëra që dhe mund të ndikojnë. Do shkojmë tek një shenjë ajri tani, tek një shenjë që i mërzitur për vendin e punës, i mërzitur për disa gjëra që nuk arritën të ku duan, për arsye të tretëve, dhe duhet të jetë një mësim që mos bëjnë mbi veten e tyre, sepse humbin vlerën e tyre. Që do të thotë peshorja. Çfarë mund të bëjnë?
për sa i përket shenjës së peshoreve, mbi veten e tyre do të thotë, jo se është një problem ose ka diçka që prish një ekuilibër, por mirë është që peshorja të bëj një kalkulim, të bëj një përllogaritje, ku ka gabuar. Se shenjat e ajrit bëjnë punët e të tjerëve, dhe kur vjen puna të trokasit në dyer që është e nevojshme, dhe mirë po, është pak vështirë që të gjendet ose të arrihet ajo që ka juve pretendoni. Mirë po, a do vinë ajo kohë që juve të nisni diçka të re? Shtrohet pyetja. Sepse aty ku ishit jeni mërzitur dhe nuk është ajo çka keni parë ose çka juve keni realizuar, sidomos dhjetëdiqi i tret e ka pasur një problem të tillë. Por unë ju them që mirë është mos u shqetësoni, sepse do vinë momenti, do vinë koha ku juve t'i zgjidhni gjërat e juaja, ashtu siç keni pasur problemet e ndryshime të tjera. Koha ka treguar që jeni me fat. Keni mundësinë dhe ndryshimin tjetër që do të arrini majat për sa i përket punës aktuale, për sa i përket një takimi mjaft të madh në punën tuaj, por dhe në lidhje me biznesin. Për sa i përket bizneseve, që do keni kujdes nëse bëhet fjalë për çështje ligjore të pambyllur, të paqartë, koha është tani dhe është momenti që zgjidhet. Zgjidhet për një mirë arsye konkretizuese, arsye pune, arsye karriere. Njerëzit ndryshe flasin, ndryshe mendojnë, por unë ditë ju them që juve i keni të gjitha mundësitë për t'ja arritur qëllimin tuaj. Prandaj nuk ka vend, edhe pse disa çështje që mund të keni pasur, disa çështje që zgjidhen nëpërmjet personave të ndryshme, sepse sado që njerëzit mund të flasin, sado që gjërat mund të kenë ecur përpara, por unë ju them që është një moment mjaft i mirë tani, një moment që për arsye të punës dhe të kohës do të keni ndryshime, mos u shqetësoni fare dhe me sa duket juve e keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura në kohën e duhur. Në lidhje me një udhëtim pune apo një do t'ju duhet, nuk e di a keni se si keni gjërat, po a certifikat, a një dokument që mund keni do t'ju duhet për të aplikuar, ose janë kthyer disa dokumenta mbrapsh. Por këtë shikojeni juve që jeni në diaspor, ose juve që jeni në pritje për një pasuri të paluajtshme, ose një dhurim pasurie, u e di, diçka tillë. Shikojeni këto gjëra sepse do t'ju duhen në vazhdimsi, në kohën që për çdo gjë që juve keni pasur ose çështje të tjera që mund keni në lidhje me anën tuaj të pozicionimit të planeteve, është një moment që kërkon dhe vëmendje, por kërkon dhe kohë. Por gjithsesi, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë për të zgjidhur problemin tuaj. Nga e hëna në të njëjtë, keni këto ditë shumë të mira. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do të thotë me gaforet e ditëllit parë, ujorët e ditëllit tretë që është perfektja, por mos ju ndani shenjës së dashit, sepse shkoni në martesë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji, tek një shenjë me shumë thellësi të shpirtit dhe të dashurisë dhe mundësi për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, që është Akripi. Për ju të shenjës së Akripit, që ka një ndikim mjaft të ndryshëm që mund thot puna dhe karriera, është një moment dhe koha ka treguar që shenja e Akripit jep mundësi. Po çfarë jep mundësi? Jep mundësi në lidhje me disa ndryshime
që do të ketë, sepse thellë po të kuptojmë, kjo shenjë është shenjë mjaft pozitive dhe tepër ideale për sa i përket lidhje me punën, lidhje me karrierën, dhe ditë që parë duket se do nisi një punë të re ku e ka në plan dhe kjo është e realizueshme dhe për të ecur përpara në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të marrë tani tutje, ka dhe diçka tjetër, sepse koha tregon që juve e keni mundësinë dhe jeni mjaft ndikuar si në karrierë, si në vendime, si në ndryshime që do të keni tani tutje. Këto janë ndryshime pozitive për karrierën, ndryshime pozitive për punën dhe mundësitë arta që keni tani tutje. Mundohuni që të mos u nxitoni, sepse nxitimet e vogla sjellin belara të mëdha për juve të shenjtë e akrepit. Arsyeja është sepse në disa raste keni bërë ndër jeni qedere, dash lidhje me punën, dash lidhje me gjërat që ka bëjnë me paran, sepse është vështirë të jepet paraja dhe të merret. Mirë, po tani në këtë periudhë është një periudhë që për juve nuk mund të them që është diçka problematike ose diçka që nuk zgjidhet, është e zgjidhshme dhe kjo bën që me kalimin e kohës juve t'i zgjidhni gjërat ashtu siç juve dëshironi. Mirë po, edhe si javë është javë e mirë, ka kufizime. Për gjitha shenjat kufizohen në disa raste në një ditë, në një orë, por i para përgatitemi gjërat. Kur e kemi përgatitur, kur jemi të gatshëm për të nisur diçka të re, ose për të arritur diçka që neve në pamundësi të arrisim, ose në pamundësi të bëhet diçka, është e mundësia tani që juve të keni, jo vetëm mundësit, po të keni dhe kohën e duhur mbi zgjidhje të problematikave dhe të mundësive të arta që keni tani tutje. Një nga momentet më kyçe, një nga momentet më pozitive është ajo ekonomike, sepse këtu do të zgjidhni problemin tuaj. Keni një problem pune, që nuk është gjithë akoma për juve që merrni me makina, me autobuza, me lidhje me shofer, mund të quhet edhe kështu, shoferat që larg Shqipërisë, për shembull, udhëtime që bëjnë, këtu do të shikoni pak, keni kujdes, mos u nxitoni dhe mos i merrni gjërat përciptazi, sepse mund të keni keq kuptime pastaj në lidhje me paran. Dhe kjo është disi që juve ju penalizon dhe nuk merrni paratë që juve doni dhe të kishit marrë madje. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk të 10 ditë të parë, me virgjëresh të 10 ditë të dytë, ka diçka kjo, me 10 ditë të dytë ka shumë gjëra që do të thotë në pozicionimin e planeteve dhe kohë mjaft e mirë që do të jetë dhe mundësia, por edhe periudha që juve t'i arrini gjërat atë ku doni, dhe është dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe konkretizimin e punës, e lidhjeve dhe të ndryshimeve që do të keni. Por gjithsesi do keni pak vëmendjen me ujor të 10 ditësh të parë në fushën e dashurisë ose bashkim familjar apo me luan. Kurse me dem është vetjeta ose keni diçka që jeni ndar, duket se ka bashkim. Mos mu shqetësoni në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë zjarri tani, tek një shenjë me mjaft ndikime pozitive në çështjet ekonomike dhe për të stabilizuar ose për të vendosur një standard jetese dhe më lart akoma role drejtuese, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Shenjë së shigjetarit keni disa mundësi, mundësi të arta mund të themi, sepse jo vetëm se ka të bëjnë me çështjet e financave ose të biznesit ku diun, por ka të bëjnë shumë me ekonominë. Stabilizimi, rritja dhe standardet e reja që do ju ofrohen miqtemi të kësaj shenje, do dilni nga vështirësitë. Sepse çdo shenjë ka të mirën dhe të keqen e vet. Ngaherë është në të vështirë,
pastaj lind dielli për çdo njeri, për çdo gjë që është mbi këtë tokë. Nuk ka vend për t'u shqetësuar sepse vër re që shqetësoheni shumë. Dhe kjo do të thotë që jo se keni pasur probleme, jo se keni pasur çështje të ndryshme, ku diun, njerëzit flasin, bëjnë, edhe ju mërziteni, ngelet pengë, them unë, më thoni sa, për një arsye apo tjetër. Miqtë e mi të nderuar, për gjithë shenjave, do dëgjoni, keni dëgjuar, me qindra e qindra, dhe juve mërziteni. Të tjerët e hedhin fjalën, e din ku është pika e dobët, dhe aty synojnë. Kurse juve duhet të më vareni nga çfarë thot tjetri pas krave, apo juve prisni që t'ju thot tjetri hajde se do t'ja plek, kur juve esni me këmbët e juaja. Dhe të dini një gjë, që çdo njeri, përveç në anashkalojmë disa persona që janë dhurat krijuesit që ta jep dhe nuk të flet, por të tjerët të shumtit, shikojeni sot, duhet ju bëhet puna dhe jo të jetë vlera juaj, se sa vleni ju. Dhe kjo do të thotë, unë kam nevojë për këtë, thot ai, nuk më duhet se sa jeti, çfarë ke bërë ti, se sa çfarë ke mbaruar. Kjo është një plan B për juve. Por dini ta keni parasysh që çdo gjë në këtë vend zgjidhet në mënyrë më të thjeshtë. Punoj dhe di ku vë këmbën. Nuk dëgjoj as majtas, as djathtas, dhe as mbrapa. Po shikoj përpara dhe shikoj mirë dhe atëherë veproj. Është motoja e juaj shqitar dashur. Puna dhe çështjet që keni të punës suaj me komunikimin, me bazën që keni, dhe zgjuarësia që juve ju përket dhe e keni, shfrytëzojeni për të mirë. Kurse të tjerë mund të flasin çfarë duan, punë e tyre. Por keni të bëni me punë, keni të bëni me karrierën, keni të bëni me nisma të reja. Dita e hënë, dita e mërkurë, dita e premte, dita e diel. Janë ditë fantastike për nisma dhe ndryshime. Fillimi i javës, ditën e martë, ndikimi i hënës së plot, që do të japi mundësi dhe rëndësi në çështjet e punës suaj dhe lidhje me ekonominë. Kjo është diçka shumë e madhe, është diçka shumë pozitive dhe tepër e mbar në gjëra që do të bëni dhe periudha që juve keni. Një nga mundësitë e arta që do të keni tani e tutje, ku janë momentet më të mira, më pozitive dhe më korrektet që juve do të keni për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj në fushën e karrierës suaj. Momenti dhe periudha që janë tani, bini pas sepse do t'ja dilni ashtu siç juve dini shumë mirë. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, gaforre, peshore, është idealja, një ndarje që keni pasur, një problematik shumë të madhe me shenjën së demit, rishikojeni dhe këtë çështje sepse është në të mirën tuaj dhe jo problem. Do shkojmë tek një shenjë toke tani, tek një shenjë me ndikime shumë të mëdha dhe favorizime nga ana tjetër, që do të thotë britsjapët Britsjapë të dashur, koha dhe momenti ka treguar që juve i keni mundësit dhe jeni shumë përpara për që në këtë kohë. Edhe pse të tretët xhelozojnë shumë, por shenjat e ajrit dhe më tepër sepse gjithmonë britsjapi ka një ndikim shumë të madh si shenjë toke që është. Dhe ka një ndikim shumë të madh të shenjat e ajrit sepse një bashkëpunim që kanë. Dhe kjo i bën që të pandar. Po të vini re, duke bërë një duke nxjerrë konkluzion edhe duke bërë llogaritje që po shikoni shenja ajri, shenja toke, ku bashkëpunojnë, bëhet nami. Dhe kjo do të thotë
nga bashkëpunimet që do të keni, nga mundësitë që do t'ju vinë, që do t'i keni, është momenti më i mirë i mundshëm dhe karriera dhe ndryshimet që do të keni është momenti juaj. Është periudha dhe gjërat më afatgjat ose më kuptim plot përse përket punës suaj dhe përse përket asaj çka juve keni dhe doni të realizoni. Keni disa mundësi, në këta janë mundësi të arta përse përket periudhës, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar për punën tuaj, për karrierën tuaj, sepse keni një mundësi tani që mund zgjidhni disa probleme të pasditura kohë përpara. Dhe ky është një moment historik, është një moment fantastik. Prandaj shikojini gjërat në detaje, prandaj shikojini gjërat që të arrihet ajo që doni të bëni. Dhe është një moment shumë pozitiv dhe konkret atë që do të bëhet një propozim në lidhje me një punë të madhe dhe mbyllja e një çështje ligjore. Kjo puna ka të bëjë shumë me juve sepse juve jeni në rol drejtues, juve jeni ekonomist të shkëlqyer, do t'ju jepet një mundësi shumë e mirë dhe ka të bëjë shumë me vendime, me ndryshime. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, bini pas gjërave dhe kohës suaj sepse keni mundësinë dhe momentin e duhur tani e tutje. Dhe kjo do të thotë nuk ka vend fare për të shqetësuar. Gjërat janë pozitive, gjërat janë në anën tuaj dhe në pozicionin më të mirë dhe kohën më perfekte tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë janë me peshore të dhjetit parë, me dëm të dhjetit tretë që është perfektja, dhe jo vetëm kaq, por dhe me gafore ka diçka shumë të madhe dhe kjo mund t'ju ndihmojnë mbi çështjet madhore që juve keni ose bashkim familjar. Ka të bëjnë shumë sidomos dita e martë, dita e mërkur dhe dita e shtunë janë ditë shumë të mira për juve ku mund të ndryshoni gjëra që nuk mund të ndryshoni më përpara dhe është koha tani. Një dokument që mund ta merrni juve që jeni në diasporë e keni mundësinë dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, prandaj bini pas, mund ta realizoni. Do shkojnë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri, tek një shenjë me pozicionin më të mirë të kësaj jave dhe më të buzëqeshur dhe më pozitiv në punën e tyre, që do të thotë shenja e ujorit. Për sa përket juve të shenjës së ujorit, duke se tani e tutje, keni mundësinë, keni çështjet që mund t'i zgjidhni gjatë kësaj periudhe, sepse është një periudhë shumë e mirë. Është një periudhë e mbar ku disa gjëra dhjetit parë ka pasur disa çështje mjaft të mira, pozitive në lidhje me ekonominë, në lidhje me standardet që juve keni, sepse lidhet shumë me këto, dhe është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, sepse ndryshimet që lidhen me punën, lidhen me gjëra të papritura që mund të diktojnë ose ndikojnë në anën tuaj. Por mos u shqetësoni për gjërat vogla, themon, sepse shqetësimi i takimit të punës për shembull, ose disa gjëra që vërtet juve keni mundësit, vërtet juve jeni në gjendje të përgjigjeni gjithçka e xhenem, por me sa duket është periudha dhe koha më pozitive dhe më ideale në ndryshime dhe në takime që juve do të bëni me punën tuaj. Kjo do të thotë që është një kohë e përshtatshme për të zgjidhur çështje problematike. Në çështjet që lidhen me rolin drejtues ose një udhëtimi që do të bëni, janë udhëtime, nuk janë në rutinë, janë udhëtime pozitive, janë udhëtime që me kalimin e kohës gjërat ndryshojnë, gjërat arrin dhe periudha është më e mirë e mundshme. Është një moment shumë pozitiv tani, prandaj bini pas, prandaj i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për ndryshime të mëdha që do ndodhin tani tutje për juve të kësaj shenje. Edhe pse keni disa gjëra që vërtet juve jeni mjaft pozitiv në ekonomi, mjaft pozitiv në gjërat
që do të ndryshoni dhe momenti I duhur në takime, në ndryshime financiare, pozitive, ekonomike dhe ndryshime të tjera që do të keni në vazhdimsi. Megjithatë, kjo periudhë që vepron, ndryshon në lidhje me punën tuaj, do keni mundësinë rritje ekonomike. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë, do thotë janë me binjak, do thotë dhe me akrep të 10 diçit parë, sepse këtu ka të bëjnë shumë kjo periudhë që është më e mira e mushme për juve dhe mund të zgjidhni probleme të pazgjidhura. Një ndarje që keni pasur me peshore të 10 diçit të tretë, përgatituni, do kemi rikthime, sepse fjalët boshe asnjëherë nuk I rezistojnë, por ka të bëjnë me menaxhimin dhe mundësinë e artë të gjërave të juaja, të punës tuaj dhe të dashurisë së munguar. Dhe kjo do thot nga njerëz që flasin kundra jush, problemi është I tyre dhe jo juaj. Hiqni mendje nga këto gjëra. Është koha juaj, është momenti më I mirë I mundshëm dhe mund ta rregulloni. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji dhe jo vetëm këtë, por dhe mundësia që do të keni në fushën e udhëtimeve dhe dokumentacioneve ku do gëzoni jashtëmarrëse nga një fejesë e papritur, që do thot peshqit. Përsa përket peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë disa gjëra që janë pezull deri një farë kohe. Mirë po tani ka ardhur momenti, periudha ku gjërat ndryshojnë për të mirë. Periudha ku është më e mira e mundshme në bisedime, në takime, ndryshime, favorizime të karrierës, të punës dhe të bizneseve. Sepse në lidhje me biznesin, që juve I keni mundësit, arrini atje ku dëshironi, arrini atje ku juve veproni. Është një periudhë mjaft e mirë, pozitive, korrekte nga ana juaj, dhe të gjitha gjërat që ndikojnë tani, ndikojnë në favorin tuaj. Dhe është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo kohë që gjërat të rregullohen dhe të stabilizohen një herë e mirë në fushën e punës suaj, në fushën e biznesit dhe të gjërave të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në anën tuaj. Megjithatë, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura më përpara dhe gjërat kanë qenë disi ndryshe nga që mendoni, por kjo është periudha juaj dhe është momenti më I mirë I mundshëm për sa përket karrierës, për sa përket gjërave që do të keni tani tutje në fushën e biznesit. Një fejesë e papritur, që u thash pak fillim, do të thotë sepse e keni vendosur me njëri tjetrin, por të tjerët janë gati, unë them po. Atëre mos ju ndani mendimit që keni pasur në fillim. Sepse jeta do t'ju sjellë gjëra të papritura dhe një pasardhës që vjen në jetën tuaj, dhe kjo është një gëzim shumë I madh dhe kjo do ta shikoni edhe vetë ku do të gëzoheni, kjo do të thotë lidhja me virgjëresh, me gaforre dhe me bricjap të 10 diçit parë, ku është momenti, periudha më e mirë që ndonjëherë. Gjithashtu, një udhëtim, bashkim familjar ose blerje jashtë Shqipërie e keni ndërmend dhe do ta realizoni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme dhe kujdesi gjithashtu për çështjet që sapo tham mbi thashathemet që do fliten, do dalin disa gjëra mbi sipërfaqe, por duhet kujdes. Me pa kujdes asgjë nuk ndodh. Para se të ndami bashkë, unë rikujtoj dhe një herë, për juve që interesoni për bashkim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që juve dëshironi,
për gjërat juve doni. Duke bler paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, pra që shkoni atje, tek dritare e vogël, vendosni të dhënat e juaja, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti, e doni të dërgoni një mesazh. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas e dërgoni dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Njoro Pulla, ju uroj ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.